Ka mbetur më pak se një muaj prej garës zgjedhore të 28 dhjetorit, e që afati për deklarimin e koalicioneve dhe aplikimin për certifikimin të pjesëmarrjes në zgjedhjet e parakohshme parlamentare është mbyllur. Gjatë periudhës 24 nëntor e 30 nëntor janë gjithsej 23 subjekte politike të cilat i kanë plotësuar online formularin për pjesëmarrje në garën zgjedhore, për të cilat 3 janë koalicione, 17 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Por në këto zgjedhje që ka shohim është se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate do garojnë të vetme dhe jo në koalicion me ndonjë parti tjetër apo së bashku siç ishin në zgjedhjet e fundit. Kujtojmë që të vetme në këtë garë janë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje është në koalicion me Guxo, Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. Në zgjedhjet e kaluara AK dhe Nisma morën vetëm 7.06% në zgjedhje, derisa nuk dihet si do dalin nga zgjedhjet e këtij dhjetori.